Arlind, pse Rama po vazhdon akoma ta mbroj Belinda Ballukun? Paraburgime dhe arreste të shtëpisë pa gjyq janë bërë, si thua, buke djathtë në Shqipëri. Sepse duke mbrojtur Belinda Balluku mbron lëkurën e vet, mbron faktin që Belinda Balluku mundet ta dekonspirojë, të tregojë gjithçka që kanë vjedhur bashkë. Nga ana tjetër mbron sepse nuk do që institucionet e drejtësisë krijojnë precedentin sipas cilit zyrtarët e korruptuar do të japin llogari jo vetëm timin e përgjegjësi penale, por kjo duhet të ketë ndikim edhe në funksionin e tyre. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne si shoqëri të ngrihemi në këmbë, protestojmë. Nesër e njëjtën orën 6 mbasdite e kemi lënë tek kuvendi i Shqipërisë dhe t'i kërkojmë kuvendit të shkarkojë Ramën, Ballukun dhe njëkohësisht të vendos ligje në të mirën e popullit për sa përket minimumit jetik, pensioneve, shpenzime publike në arsim dhe shëndetësi. Korrupsioni është kancer. Është kancer që po ha gjithë trupin e shoqërisë shqiptare, nuk është vonë që të fillojmë ndërhyrjen për ta smbrapsur e për ta zhbërë këtë kancer. Faleminderit.